Ura e cila rrezikon të shembet në Bleran Bardhë të Bashkisë Shkodër është kthyer në shqetësim serioz për banorët e zonës. Prej 2 javësh ura ka pësuar dëmtime duke penalizuar lëvizjen e banorëve. Janë mbi 150 fëmijë që detyrohen të lëvizin në këmbë për disa minuta për të mbërritur tek ura, ku i pret furgoni për i dërguar në shkollë. Kjo pasi për shkak të rrezikshmërisë është ndaluar kalimi i furgonave në këtë urë, e cila lidh 3 lagje dhe banorët kërkojnë ndërhyrje nga bashkia. Janë 150 fëmijë që shkojnë edhe në shkollë, edhe në kopsht. Kjo rrugë lidh 3 lagje. Ashtu qysh të ura thime të desi dalin të ura barave, kjo është si rrugë kryesore. Edhe është problem shumë i madh edhe për banorët, edhe për fëmijët e shkollës, por kjo është edhe rruga e varrezave që çon në fshat. Ballë pas në rast është e vështirë për me kalu. Jena interesu, kanë ora kanë shikuar dhe kanë ikë, nuk kena ndjen nisë, duhen me vazhdues, duhen me base gjë, nuk kanë asnjë njoftim për askuj. Furgoni vjen e merr deri në shtëpi, ballë kanë ura sot me kalu autobusi, ai vjen e merr deri në shtëpi, kurse sot detyrohen me çun kam rreth 4 km. Disa, kurse nga këtu ku jena është 1200 metër. Pjesa kama urës është shem. Edhe pjesa tjetër është e plasaritur, është shumë e rrezikshme me kalu, edhe mjetet e vogla, po të mëdha është shumë e rrezik. Është shem kama urës, nuk na vjen furgoni me marr fëmin. Janë rreth 150 fëmijë të lagje si nuk vjen kurrë furgon me i marr. Për të zot, po më bani në kushes mua, a vjen ambulanca kush lejohet furgoni me hi atë. Në urdhën. 2 javë. Kanë ardhe kanë shikiu. Se ç'a bojnë nuk e di. Nuk kam për shi, për histori si ka kanë të ditë, nuk kam ikun fëmijë, çka kanë me bën, do të shkojnë në shkollë. Është shumë keq. Rruga për punë votimesh na gjejnë, ndërsa tani për urën nuk interesohen për ne, theksojnë banorët. Kanë ata 2 javë si asham në kjo urë. Vetëm kanë hap tubat gjatë se kishte ekzistuar në 70 vjet, 2 a 3 kishte ekzistuar, por kanë hap tubat e ujit në aty, kanë ardhur që si peshin në vetë vashëm. Ashtu dhe, në tash mindet me bajt 5 kilometra për me punë të urën aty për me garkon furgona, se diku kanë parë furgona deri aty me çuar të shkova. Dhe për çdo shtëpi. 2 javë ka ura si është prishur, as si bën men kuj, a ekzistojmë, a nuk ekzistojmë. Ashtu dhe për punë, se vjen koha me nazet për punë votash, nazet për punë sekondash. Ashtu dhe se ku këna shpina dhe katandin. Pa tjetër se një rrezikojmë, pa këtu s'mund kalojnë pesha të manë, kalojnë një vetur, kalojnë një motor, kalojnë një bisikletë, se na intereson në edhe pjesë. Tash 2 javë është e prishur. E nuk i bjen kujin mend, po këtë marrë me rregullu se përzohet e po bjen mëne, po me dikush në te. Se më mirë me prish e mos e pas hiç, se sa sigur është 100%. E me rregullu më mërmeni se përshje ka një smundësi me rregullu. Furgoni, edhe me kalu furgoni nuk e lam në me kalu se bjen në shemet. Ç'është kjo ka kja? Deri tani nuk ka pasur asnjë ndërhyrje nga pushteti lokal, pavarësisht ankesave të banorëve.